një komunë ekologjike, inteligjente, mikpritëse, ku të rinjt e të rejat punojnë e jetojnë nga turizmi, agroturizmi. Programi ynë zgjedhor është vazhdimsi e një qeverisje me vizion energji për kushtim, përgjegjësi dhe transparencë, për zhvillim qëndrueshëm dhe mirëqenie për të gjithë qytetarët, ashtu që në bazë të mundësive dhe potencialeve ekonomike, sociale, kulturore, natyrore e historike, komuna e Junikit, vizioni për komunën e Junikut në mandatin e ardhshëm 2025-2029 është Juniki porta bjeshkëve të Nemna dhe kullat të Dugaxhinit, një komunë ekologjike, inteligjente, mikpritëse, ku të rinjt e të rejat punojnë e jetojnë nga turizmi, agroturizmi dhe bizneset e vogla e të mesme. Ashtu që për më tepër, ky vizion mbështetet në 4 shtylla, të cilat janë ekonomi rurale dhe agroturizëm, turizëm dhe trashëgimi kulturore historike, infrastrukturë, mjedis, aftësi, qeverisje dhe partneritet. Për më tepër dhe për rrjedhim kemi projekte të cilat unë do t'i lexoj në vijim derisa të zgjatë dhe koha. Është ndërtimi i kompleksit qendër në sheshin Edmond Hoxha, ndërtimi i kompleksit Moronic Serenik, subvencionimi i bizneseve të vogla dhe të mesme, agroturizmi, fermerët, gastronomia, artizanët, operatorët turistik, bujtina që ofrojnë akomodim për vizitorë si dhe veprimtari të tjera. Ndërtimi i kompleksit gjithashtu, kompleksit rinor, qendra rinore, me hapësirat, me pishina dhe të tjera. Ndërtimi i stadiumit të futbollit, palestra sportive në gjimnazin Kuvend. Faleminderit. Koha